Ta fëmijë të cilëve po krijohen kushte bashkëkohore pavarësisht se ku jetojnë në mjedise urbane apo rurale. Banorët e fshatit Godanc dhe fshatrave përreth të komunës së Shtimës do ta kenë mundësinë që fëmijët e tyre parashkollor t'i gëzojnë ambientet bashkëkohore të qerdhës e cila do t'i pranojë me kapacitetet e saj 72 fëmijë. Investimi është e tashmja dhe armja jo vetëm për ata, por edhe për pasardhësit e tyre. Këtë rast unë si prind e kemi më të lehtë që të veprojmë, të punojmë, të zhvillohemi për arsye se kemi ku i vendosim fëmijën tonë, ka kush kujdeset edhe është një mundësi shumë e mirë. Zotimi, përkushtimi dhe konkretizimi për të ardhmen e fëmijëve, familjes, shoqërisë dhe shtetit nuk do të mungojë, nënvizoi kryeministi në detyrë Albin Kurti. Qerdhja është institucioni i parë arsimor, vendi ku fëmijët nisin e mësojnë dhe socializohen me bashkëmoshatarët e tyre e përgatiten për jetën në vijim. Ky pra është investim në themel të shtetit, e të shoqërisë, për të ardhmen e vendit e të popullit tonë, sepse Kosova që po e ndërtojmë është pikërisht Kosovë për të ardhmen, e ku fëmijët janë e tashmja dhe e ardhmja e shtetit tonë. Rezultatet e punës dhe bashkëpunimit suksesshëm që kemi pasur do t'jenë rezultate të fëmijëve tanë në mirë edukimin dhe formësimin e tyre. Investimi në gjeneratën e re është investim në një të sotme të qëndrueshme dhe të nesërme progresive të një shoqërie bashkëkohore në vendin tonë, u tha me këtë rast.